ku duhet ta përfundoj këtë duel. Dhe sikur ta dija. Shumë rëndësi kjo fitore për Labinot Gjogjaj, do t'jetë ky titulli më i madh. Ja, përsëri tenton e po e vëreni se është rezistent Lloydi. Edhe një apërkat, tani është momenti ta sulmoj, të në qase kur mund të asiguroj fitoren, nuk duhet t'i shmangët. Edhe ma tu të këtën momentet dhe qasit ku duhet ta përfundoj këtë duel. Dhe, sikur ta dija, e hullin e... Bravo, Biri, bravo! Kaja! Biri! Brek! Bravo! Edhe një knockdown. Vetëm gongu mund të shpëtet, i cili sonte vërtet na kënaqi me boks. Dhe ja, trajneri i tij e dorëzoi luftën. Kjo është fitoria 14 e tij. Dhe
Keman kom të geschlagen, ein gutes Mittel. Und da ist sie, die Linke im Ziel. Jojai geht zu Boden. Er springt rein, Jojai. Jetzt nochmal stark ins Ziel von Jojai. Wackelt er da, Zachochi. Reicht das jetzt? Er hat noch 50 Sekunden. Jojai. Jetzt geht er runter. Wird er angezählt? Jojai macht den stabileren Eindruck in dieser 12. Runde. And the new European champion! Provon që të Po thet Beati Aliev. do të është mundet këtë ndoshta edhe këtë round ta shfrytëzon dhe ta përfundon përballjen. Edhe më shumë se 40 sekonda. I dërmuar është Aliev. Është i dërmuar. Oh, edhe një kombinim i mirë. Edhe një kombinim i mirë. Që edhe një tjetër. Presojmë Labinoti të shfrytëzon. Duhet ta përfundon Nëse ndeshjen. ky Duhet ta nuk përfundon është ndeshjen këtu. Është një rast. fitues Aliev, çka së ndodh, nuk i dihet. The scores. Guido Labinot Kjo është Jojai. Bravo, bravo. Labinot Jojai me të drejtë. Asa që ju friksuan, por ja ku kemi momentin.